Po natyrisht synimi është ta mbrojnë vetveten, por njëkohësisht krahas mbrojtjes së vetvetes në mënyrë indirekte natyrisht që e mbrojnë edhe këtë parafrim të qëndrimeve në mes të njerëz përkatësisht palës tjetër, mirë po kjo mbi të gjitha reflekton në bindjen time me theks veçantë të LDK dhe zoti Abdixhik mungesë të leadershipit, mungesë të gatishmërisë për të ballafaqoar me sfida dhe ndonjëherë kam përshtypjen që këto deklarata ipen duke mos u analizuar mjaftueshëm edhe me theks veçantë pasojat e tyre. Le të mos harrojmë faktin që në zgjedhjet paraprake prej të parëve ishte që reagoi për ato veprime që ndodhen në Prizren duke e cilësuar si një luftë ndërmjet gjeneratash, gjë që një lideri më së paku i duhet ose do duhej me u marrë me situata të tilla madje përkundra, zinëse edhe ato shpërfaqen, thonë ai duhet me së paku në publik me i amortizu sa më tepër e jo me i dhënë shkas ose me i dhënë hapësirë primare situatave të tilla. Prandaj pikërisht këto veprime të njëpasnjëshme në bindjen time të zotëriut në fjalë e kanë shpërfaq mungesën e një leadershipi në kuadër të LDK-s. Prandaj e thash që me theks veçantë ky subjekt politik është në krizë, do të thënë e kriza e këtij subjekti natyrisht që i shkon në favor lëvizjes vetëvendosje, prandaj ato në mënyrë indirekte mbasi ndonjëherë edhe me qëllime, do të thënë përtej kësaj përpiqen që të përfitojnë mbasi edhe elektoralisht, gjë e cila natyrisht që në bindjen time është të jetë legjitime. Kasolli